me jok në dalë shumë dime në verë. E që ta shvorë një ku e mirë këtë në Gjermani, mu knoq 40 gradë, super mu knoq. Shumë mirë. Zotri Sharamet, kur ke jetu në Kosovë, ku ke jetu? O, ku më jetu në Brabënisht, zëti, eshnat më smeqë që henez kradë, varri kom të boj dru. Edhe njëherë, ku ke jetu? Në Brabënisht. Ku është ky vend? Ky është nga Mitrovica 6 kilometra, o valloj myt jena të boj dru. Tukën e kem ballë që atje po bë dihova tukë e thot, është nuk e bë bereqetin mirë, veç mal keno, veç myt jam në përmal henez krahë varri kom të boj dru. Po. Ty s'pas ka mbet fare marak kështu as më u kthy në fshat, as me bë diçka në fshat më ndërtu, po? Valloj veç ku fshan vizit, kom marak se kom tukë mal kreti kom atje. Po? Ja kom dhon kush don me punu, kush se punon. Vet jam që ka shpinë kom të stacionin Mitrovic, e ku blesë krejt ma holla uron qytet, me njeri gjallë s'kia të nga. E une ka tënë për që përshkaj së dhe 700 veç kërësha në vizit, me pis na i fli na i herë kër shkujmë. Po. Po s'ki kurgjë, s'ki mjek atje, s'ki... Tana janë rrugë, kreti kanë shru, po njerëzi nuk ka. Po. Jënë me do pleq, atu këtu rollë, dikon veç pleq, të shpia këta trit, jë pa pun, të tonë jë një kënorë, jashtë. Valloj s'ki me konë me nej, që atu dhe shpirë, dhe bili këtu në qytet, e kem doktorën, e kem shitorët me blesene, këtu sane,